për sot. Nëse vjen se kam 100 gjona në përdur, jam bosi. Okej, për t'ju tregoj tash edhe outfit. Okej, kjo është outfiti. Kam ftohtë edhe pse nuk e di, në Stamboll ishte shumë ngrohtë se këtu ishte vatë në Stamboll. Ndërkohë që Ike. Ndërkohë po çoj smokin tek shtëpia e vet, e kam mbajtur goxhan fakt për arsye personale që nuk i tregojmë dot, por që shpresoj të ketë bërë. Le të nisemi drejt Stambollit me vajzat për të bërë pak qef edhe shopping, ndërkohë që duhet nisemi sepse kemi fluturimin për pak. Erdhëm tek terminali tani. Bëhemi të shëndetshëm edhe pim lëng portokalli, edhe pse sot gjatë gjithë ditës kam pirë një 3 Red Bulla, por anyway. Grupi shurupi, ndërkohë grupi vetëm unë dhe motra. Te kontrolli. Okej, ne erdhëm tek hoteli, jemi ndruar, jemi veshur edhe gati për të dalë, por nuk ju a tregoj dot dhomën se është skandal. Llogariteni vet, domethënë jemi bërë gati 3 goca këtu. Okej, për t'ju tregoj vetëm krevatin e parë. Po mëngjesor që po hajmë mes rrugës, po rinjem për shopping e kemi në gratë, edhe po shopping çfarë me bleni gjë. Jemi këtu që as vet nuk e dim se ku jemi, sa po dolëm nga Nusreti fakt, edhe tani dikim për tek hoteli. O ju sigur që ka dalë shumë kot, por do mundohem të rregulloj dorën. Nuk ja keni idenë se sa shpejt po kalon ky Ramazan edhe ky agjërim, nuk po ndjehet fare, mashallah domethënë. Unë ndërkohë që kam qenë një nga ato persona që kam mbijetuar Ramazanet në verë. Unë kam qenë nga klasa 6, nga klasa 7, edhe atëherë u kam pasqel nga ora 8. 8 e darkës, imagjinoje ti tani. Atëherë po, atëherë ka qenë e frikshme, ndërsa tash mashallah, domethënë, agjërojmë edhe s'ndjehet fare. Kjo kapelja është më vogël se kapelet e tjera që kam unë të koleksioni, edhe me thënë drejtën, sa herë vej këtë më dhem koka se ma shtrëngon. Unë nuk është se kam kokë të madhe, mua biles gjithë më thonë uasa imët qeke, po ndoshta nga shamia, edhe kjo më vret shumë, po e vendos gjasme mos me mjoft njerëzit. Kotën. Mos ma vini re që po ju bëj story me zë, por jam ndjerë në faj sepse kam filluar një ditë postoj story, një ditë postoj fare, një ditë postoj vetëm një 1-2, edhe mendoj sikur ju mërzitini me mua, edhe pse unë tani do marr nga ato komentet, ti shqyr mi gotë se ta lej një ditë rahat, mos e vrit me një fare, mos posto kur, atëherë çka keni që më ndiqni? A mund ta di ju lutem? Nuk e di pse, po sot në gja vetja si kur kam pi një gjo, janë bëdhe këto sytë shumë zi nga make-up i djeshëm, edhe më karoni qik tu, unë e kam pastru sa kam mund, me që do dhe gjëjt mundshme, po prap ka ngeli qik, edhe nuk e di janë gjaj këshu si drogagjie. Edhe kjo kapelja që mbosin i bad boy, por nuk isha nerva sot me thënë drejtën. Kur një ditë bën shumë make-up, ditën tjetër unë e kam si rregull që s'duhet vendosësh as si pik make-upi. Biles edhe krem dielli s'kam vënë, edhe pse tash po rson. Po di unë sa thonë që krem dielli ta përdorësh në çdo moment të ditës. Duket sikur është marketing, por hajt. Nuk e kam atë bagazhin e duhur për t'ju thënë, nëse vërtet është marketing, që kështu po e leta besoj. Okej njerëz, më lërni pak të bëj një outfit check. Jemi veshur kështu, do haj një iftarimi parë për këtë vit. Kam edhe capun, kjo gjë që shoqim edhe unë ndërkohë që sa u pastrova se jam me të zeza poshtë, por anyway, ikim, nuk e di sa kisha pa e vesh këtë çantën, por hajt. Ikim.